kur kisha bëhet armë, rreziku që po lind nga urrejtja e predikuar në emrin e Zotit. Në një vend si Shqipëria, ku plagët e tranzicionit ende nuk janë shëruar, ku shoqëria lufton për emancipim, barazi dhe drejtësi, është tragjike të shohësh se ata që duhet të jenë zëri i dashurisë dhe paqes po shndërrohen në përçues të urrejtjes dhe frikës. Po flasim për një realitet të hidhur që po ndodh sot, për figurat e kishës si pastori Akil Pano, që kanë vendosur të përdorin fen si mjet për të sulmuar, për të përçarë, për të frikësuar. Në vend që të ndërtojnë ura mirëkuptimi, ata kanë ngritur mure urrejtjeje. Në vend që të shpërndajnë dashurinë e Krishtit, shpërndajnë gjuhë helmuese ndaj komuniteteve të marginalizuara. Dhe ajo që është edhe më shqetësuese, kjo urrejtje po përcillet brez pas brezi. Djali i pastorit Pano, në një veprim të papërgjegjshëm dhe thellësisht të rrezikshëm, publikoi në Facebook një status ku shkruante: "Fiksojini mirë organizatat më poshtë", duke shpërndar postimin e babait të tij dhe duke etiketuar publikisht organizata që mbrojnë të drejtat e njerëzit, organizata që punojnë çdo ditë për barazi, dinjitet dhe respekt. Ky është akt kërcënimi. Një thirrje e maskuar për dhunë që vendos në rrezik jetën e aktivistëve, punonisëve dhe njerëzve që thjesht besojnë se askush nuk duhet të diskriminohet për mënyrën se si lind apo kë dashuron. Në një shoqëri ku mentaliteti patriarkal ende dominon, ku burrat krenohen me forcën e tyre mbi gratë dhe ku komunitetet LGBTQ trajtohen si probleme e jo si njerëz, fjalët e një pastori kanë peshë të rrezikshme. Kur ato fjalë ushqejnë përbuzje dhe frikë, ato bëhen benzinë mbi zjarrin e intolerancës. Këta njerëz e quajnë veten përfaqësues të Zotit, por harrojnë se Zoti i tyre, nëse e kanë lexuar ndonjëherë me vërtetësi librin e shenjtë, është dashuri, jo gjykim. Askush nuk i jep të drejtë pastorëve të kthehen në prokuror moral të shoqërisë. Askush nuk i jep të drejtë të vendosin njerëzve etiketa, t'i gjykojnë, t'i poshtërojnë, apo të nxisin urrejtje ndaj atyre që janë ndryshe. E megjithatë, kjo po ndodh përditë në rrjetet sociale, në predikime të maskuara si thirrje për moral, në fjalime që nuk kanë më asnjë lidhje me Krishtin, por me një agjendë toksike që kërkon të mbjellë përçarje dhe frikë. Kjo është gjuhët i shtrigash. Dhe si çdo gjuhët i shtrigash në histori, ajo fillon me fjalë, me gishtin që tregon dhe përfundon me viktima. Është koha që shoqëria civile, institucionet shtetërore dhe organizatat ndërkombëtare të ndërhyjnë. Duhet mbrojtur çdo zë që ngrihet për liri, barazi dhe të drejta njerëzore. Duhet ndalur çdo përpjekje për të frikësuar njerëzit që punojnë për një Shqipëri më të drejtë. Duhet kërkuar përgjegjësi ligjore ndaj atyre që nxisin urrejtje fetare, gjinore apo seksuale në hapësirën publike. Liria e fjalës nuk është licencë për dhunë. Dhe në momentin që fjalët bëhen armë, shoqëria ka detyrimin moral dhe ligjor të mbrojë viktimat, jo predikuesit e urrejtjes. Sepse Zoti nuk është në anën e atyre që gjykojnë, por të atyre që dashurojnë. Dhe nëse kisha harron këtë të vërtet themelore, atëherë nuk është më tempull i Zotit, por një streh për hipokrizi.